Kthehemi përsëri në palestrën Minatori, pjesa e parë 43-29, po ishini rezultatin sipas qeregëve. Është kjo ndeshja e parë gjysmëfinale e Kupës së Kosovës ndërmjet Trepçës dhe Borës, e cila kjo skuadër simpatike e basketbollit kosovar vitet e fundit me të vërtet si vjet pas startit të dobët me 6 humbje në 6 ndeshjet e para. Po kalon një formë të shkëlqyeshme dhe aktualisht është e 4-ta në Super League me 9 fitore, 9 humbje. Bora kishte një sezoni me trajnerin Minqevin, ish trajnerin e Trepçës, ju kujtohet, para ardhjes trajnerit Gençollo e më pas pra Adis Beqiragiqit. Pra Bora kishte një sezoni me trajnerin Minqev, por i cili u largua pas vetëm 4 gjirove si pasojë rezultateve të dobta dhe transferoi Malazezin Kashqellanin, i cili e ringjalli totalisht skuadrën dhe mentalitetin e lojtarëve. Kashqellan e mori Borën në situatë shumë të vështirë me bilanc 0 fitore 6 humbje dhe transferimi ka qenë i jashtëzakonshëm pasi shënoi 9 fitore vetëm 3 humbje në Super League. Fitoi edhe ndeshjet çerek finale të Kupës kundër Avecit me nga 9 pikë dallim për të kualifikuar në gjysmëfinale. Kështu pas një starti katastrofal, Kushi si skuadër që do të lufton për mjetesë u shndruan në pretendent serioz për majën e tabelës dhe eventualisht ndoshta edhe për të kaluar në finale. Ato si dihet, tentimi Amin Hotit, luftojnë atje Hasbrook dhe Ronukaj. Kërkon Ronukaj ndjesat e Hasbrookut gjatë këtij dueli kur urzuan të dytë, si duket e ka lënduar shpinën. Hasbrook, Kenny Hasbrook, 40 vjeçari, një karrierë e jashtëzakonshme në Spanjë, në Gjermani, në Serie A, pra në Itali, në ligat më elitare. Sa bukur atje, tentoj me furnizu në brendi Sean Johnson, i cili nuk e kuptoj, nuk e kapi këtë top, ishte i pavëmendshëm. Pressing në tërfushën tani të Mushiqin ndaj Amin Hotit. Amin Hoti, Thomas, Jules, Hunter dhe Ukaj është peshja startuese e Borës. Mushiqi Amzili, Gjako Ripin, faul atje. Edhe njëherë. Shekuan Jules do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, u faulua. Nga Mustafa Amzili është, jo të Mushiqe. Amzili, cili ishte fuqia kryesore sulmuese, ka një indeks në pjesën e parë prej plus 25 adhurues basketbollit, 17 pike, 8 kërcime. Figura kryesore e Trepçës në pjesën e parë, gati double-double. I jashtëzakonshëm, herën e dytë realizon për të afruar rezultatin në 43 me 30 e patë atje. Zeqirin e ri, Genc Zeqirin dhe Jetmir Zeqirin, 2 Zeqirat. E vjedh këtë top Jules, shmangët Alex Hunter, kujna atje, drejt dhe kryetarit të Trepçës, Vullnet Sefajës. I pavëmendshëm Alex Hunter, edhe njëherë, jo mrapa atje, drejtet e Vullneti. Bukur, Gjako Ripin, depërton, edhe pikët e para pas 2 muaj pauze i realizon për 45 me 30, për sëri plus 15. Në 3 raste ishte përsia maksimale plus 15 pikë. Asnjëherë sonte, përveç në fillim
pas atij koshit fillestar. Skuadra e Borës nuk ishte në epërsi, vazhdimisht pra kemi epërsi të Niko Qirve, dalet në mënyrë të palejuar. Amin Hoti do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, është një prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira të Bora, Amin Hoti. Ka një efikasitet prej 80%. Mirë po, edhe ai sonte me të vërtet nuk po i shkojnë gjuajtjet e lira dhe kjo po i pengon edhe drejtori sportiv Besim Brahës. Në anën tjetër Trepça 90% efikasitet. Mushishi lufton dhe e kap këtë top Hasbrook për Amzilin, i cili blokohet si me magnet nga Shaquan Jules. Ja teron atje Shaquan Jules, Mustafa Amzilit. Thomas dhe Amzil për Julesin. Gabim në hapa. Nuk e pa mirë atje. Edhe njerë kjo blokade Shaquan Julesit për Mustafa Amzilit. E në anën tjetër Shaquan Jules shkaktoi gabim në hapa unis. Para se të alëshon të topin, Drilon Hajrizi kthehet në lojë dhe tani tandemi i lënduar pas një kohe të gjatë, pra së bashku Hajrizi dhe Payne. Së bashku në lojë. Tentimi Hasbrookut në asistim të Drilonit për 48 me 31, është kjo e përsia më e lartë deri tash për 17 pikëve. Tyler Cheese, Jackery Payne është pranë tij, fauli Payne-it. Dy pikë të Jackery Payne-it për këto 12 minuta lojë, ka humbur 2 topa, edhe kjo është personalja e tij e dytë. Jones për Hajrizin, ja vjedh topin. Lance Thomas ka shkaktuar personale. Payne, Driloni dhe Aroni, u ka i fauli Aroni të ri. Është 5 vjeçari i cili u kthye në Kosovë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe vërtet Trepça e kërkoi tempin e lartë të lojës, sidomos pas kërcimit në mbrojtje, sulme të shpejta kundër sulme të shpejta, e lodhi mbrojtjen e Borës dhe tani po bombardon edhe Hasbrooku me 2 tresher, është për epërsin më të lartë sonte prej plus 20. 2 treshe të një pas njëshme të Hasbrookut. Me Kiqi dhe Zeqiri, 2 shkupjanët tani të Borës do të inkuadrohen në lojë. Ka nevojë për ta. Dhe përvojën e tyre Kashilani. Largohet edhe Shaquan Jules. Cheese në tentimin e tij të pari i sakt realizon, është kjo pika e 7 e Tyler Cheese-it, hera parë që është në vijën e gjuajtjeve të lira. Ai i cili kishte telashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira ishte Shaquan Jules, por tani edhe Cheese e huq. Nga 14 tentime, 9 gjuajtje të lira të realizuara. 5 huqe në një ndeshje si kjo janë shumë. 5 tenime 32. Tentim për 3 pikë, sa e radhe Hasbrook nuk realizon, por Sean Jones
dalet në mënyrë të palejuar, është kosh faul. Kërcimi ti në sulm. Mirë për Virota atje, Aron Ukaj shkakton personalin e ti të dytë. Është interesant të themi 7 lojtarë të Borës i kanë nga 2 personale, asnjë nuk i ka 3, edhe të Trepça 4 lojtarë i kanë nga 2 personale, asnjë nuk i ka 3. Olsi Kurtaj bërë gati për të inkuadruar në lojë, 19 pikë plus për Trepçën aktualisht. Payne pranë Qisit. Jetmiri dhe Driloni. Adem Mekiqi u fut atje në mesin e 3 lojtarëve, pasoj Jetmiri. Mundua me një topsi në volejbol, Hasbrook atje. Përshëndetet edhe nga publiku edhe nga bashkëlojtarët, 10 pikë të tij. 2 treshe të një pas njëshme. Është interesant të themi se 4 treshe i huqi në pjesën e parë, e në pjesën e dytë u kthye me 2-3 pikë sharesh, dum Hasbrooku për të realizuar 10 pikë në total. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Mikaelit Mushicin. Është kjo personalja e tretë për Lance Thomasin. Të lashe tani për trenerin Karshelan. Duhet të ketë kujdes me Thomasin. 54 me 32 pika 11 e Mushicit. Shënimi i tij i parë pas plot 10 minutave lojë. Kishte shënuar pas 12 minutave lojë 10 pikë. Aso kohë Amzili kishte 11 dhe ishin 2 më të mirët, ju kujtohet. Pra në ati rezultati 31 me 21, kur tandemi e përmenda Amzil dhe Tmushic kishin pas 21 nga 31 pikët e Trepçës, për të shënuar e përsin e parë 2 shifrore, dhe që nga atëherë është kjo pika e parë e Mikaelis. Realizon të 2 gjuajtjet e lira, 12 pikë të Mikaelis, për e përsin më të lartë, 55 me 32, plus 23 pikë. Ja, dhe njëherë, janë këto ato 2 treshet e Kenny Hasbrookut, thash, i cili nisi rrugtimin e tij profesional në NBA G League tek Rio Grande Valley Vipers. Pastaj u transferua në Spanjë për Alicanten, në Gjermani te Oldenburgu, në Itali luajti te Virtus Bologna në Serie A. Pastaj luajti edhe te Cantua i famshëm, në Turqi luajti te Mersini, u kthye në Spanjë te Caceres dhe Lleida, luajti në Meksik, etj. Pra një lojtar, një globetrotter i vërtet, Kenny Hasbrook, 40 vjeçari, i cili ka luajtur në 3 top ligat evropiane, Spanjë, Itali e Gjermani. Tentimi Olsi Kurtajt për 3 pikë, nuk realizon. Adem Mekic, me këmbë atje Sean Jonesi. Do të jetë 14 sekonda do t'jenë këto. Sëmiri për Borën, e cila ka plotësu bonusin. Thomas e kërkon topin, Driloni është pranë tij. Tentim për 3 pikë, huqe madhe Lance Thomas e shpëton këtë top. Ka shkelur vin atje Lance Thomas, i ka hyrë nga jashtë brenda dhe ka pranu topin. Ja. Vërtet me këtë pick and rollin me Sean Jonesin edhe Mustafa Amzilin. Ja, tani edhe Sean Jones tenton për 3 pikë. Lufton atje Mikaelit Mushici për mrekulli. Në mënyrë fantastike, ose Winning, ose Hasbrook dhe tani Jackory Payne. Po shkojnë me atë pick and rollin me Sean Jonesin apo Mustafa Amzilin. Dhe kjo loj ka kryuar hapësirë për deportime.
E tani Drilon Hajrizi në stilin e ti, natyrisht, s'ka gjasa me Drilonin Tyler Cheese, është 11 cm më i shkurt, plus edhe përvoja e Drilonit e bënd vetëm 57 me 32, plus 25, e përsia sa shkon e shtohët Kurtaj, tani një mbrojtje zonale e Trepçës e kanë mbyllur, jo si duhet, me gjithate e gjenë në koridorin për të shënu Tyler Cheese. Është kjo pika e ti e 9 zonte, me 11 mbetet më efikasi Thomas. Drilon Hajrizi tenton për 3, lufton Sean Jonesi e kap këtë top, lufton me Mekishin atje në brendi, kërkon ndihmën atje Adem Mekici, kapiteni i Borës, e ndalë në mënyrë të palyor, do t'jenë 2 gjuajtje të lira. Ankohet Sean Jones, do t'i ke 2 gjuajtje të lira, deri tash nga 3 tentime ka realizuar 1. Sonte ka pas problem me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, 9 pikë të ti deri tash. Është kjo pika e ti e 10, i ka dhe 5 kërcime nga një asistime top vjedhur, s'ka humb as një top. Jonesi 8 topa të humbur, deri tash i ka Trepça 16, 2 fish më shumë i ka Bora. Largohet Sean Jonesi, 11 pikë të ti, 59 me 34. Nuk ka nevoj që ta mbaj edhe në tutje në loj, jep minuta Dardan Kapitit. Trajneri Adis Beqiragishi edhe njerë ndaljet në mënyrë të palijuar. Tani ka plotsu bonusin edhe Trepça, Tyler Cheese ishte në depërtime sipër, do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, 2-1 ishte deri tash. Nëse realizon, bëhet lojtari po, pika 10 e ti, bëhet lojtari i dytë të Bora me pikë 2 shifrore pas Tomasit, i cili i ka 11. me 36, vetëm 36 pikë të realizuara në këto 26 minuta gjysmë loj, shumë pak pikë, mbrojtje jashtëzakonshme me të vërtet e Adis Beqiragishit. Dardan Kapit, ufa, bukur atje ndërpren topin Jetmir Zeqiri. Payne kërkon që të largohen dhe Majtaku lanson dhe te vendi e dërgon treshja e pare Payne-it pas 2 muajve, 62 me 36, është kjo treshja e 7 e Trepçës nga 22 tentime. Në anën tjetër, Bora i ka vetëm 3 piksha nga 14 tentime. Të shofim se çka ka ndodhur. Jetmir Zeqiri ka shkaktuar faul, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Dardan Kapitin. Isak nga tentimi i parë, shifra të kthyer mbrapsht, 6-3, 3-6, një avantazh i lartë. 27 pikëve maksimumi deri tash. Edhe herën e dytë është Isak Kapiti plus 28. Një avantazh i lartë, shumë i lartë. Dhe një kapital shumë i madh para ndeshjes së kthimit. Javën ashme në 1 tetori vjen me treshe atje Tyler Cheese për 64 me 39. Dominim absoluti Mitrovicas dhe Tmushiqi ufa, sa bukur gabim në hapa Gjakuri Payne, por ishte lëvizje bukur mashtruese e Payne-it, i cili thash u rikthye pas lëndimit.
Gjakuri Payne, i cili ka luajtur në Francë, në Turqi, në Holland të Heroes Den Bosch, të ish skuadra e Don Maxhunit dhe erdhi në Kosovë nga Zvicra, një lojtar kualitativ. Nuk ka lëvizje të duhura, nuk po funksionojnë si ekip, s'ka qarkullim të topit, nuk ka aksione mirë të organizuara nga ekipi Borës në anën tjetër. Tani Gjakuri Payne po dominon, një show i tij për 66 me 39 përsëri plus 27, 1 minutë e 45 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Foul në sulm nga Shaquan Jules. Mustafa Hamzili inkuadrohet në lojë. Hasbrook, Payne dhe Hajrizi largohen nga loja. Në lojë rikthehen Mustafa Hamzili dhe Hasbrooku, dy figura qendrore në pjesën e parë. Hamzili gjithsesi ofër double-doublit Mustafa Hamzili. Sa bukur e pasoi atje topin, e patë edhe ju me një hook. Pasim Mushiqi po e vozit atje poshtë nalt, nuk realizoi, Ukaj më i larti në kërcim. Tyler Cheese e sheh korridorin, depërton deri në fund. Hasbrook mirë vendoset, nuk ka faul atje. Luajti i fundit me to. Edhe goditi atje bazën e koshit me krah. Ka 17 sekonda për këtë sulm. Veterani 40 vjeçari Kenny Hasbrook. E ka kontrolluar me të vërtet lojën për mrekulli sonte. Trepqa, blokad e Akili Viningut, i cili ka 188 cm. Tyler Cheese-it. Edhe një top i humbur. E Karshellani nuk po bëhet shumë nervoz. Topi 18 i humbur, fauli. Do të jenë dy gjuajtje të lira. Fauli i dytë për Cheese-in. Nëse është Cheese, atëherë duhet të jetë i treti. Shohim, janë duke diskutuar referët. Do të rishikohet situata. Vetëm e kanë rishiku, nëse ishte faul jo sportiv apo jo i Shaquan Julesit. Pas rishikimit, referët Mumini dhe Gashi e marrin vendimin se ishte faul i thjesht. Mikajlet Mushiqi do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Realizon, është i pagabueshëm sonte Mikajle.
5-5 nga vija e gjuajtjeve të lira. Reprezentuesi i Kosovës në formë të mirë, 13 pikë të tij. Pika e 14 i pagabueshëm, 6-6. Sikur se Mustafa Amzili, të dytë pra kanë tentuar nga 6 herë dhe të dytë kanë realizuar nga 6 gjuajtje të lira. 19-17, 90% të efikasitetit nga vija gjuajtjeve të lira sonte Trepça. E në anën tjetër, pra 16-11 është Bora, tentim për 3 pikë, deri tash vetëm 4 treshe nga 19 tentime i ka Bora, në anën tjetër 22-7 është Trepça, po ka dominim në kërcime, 26-14, vetëm 14 kërcime të Borës, ka domino sa bukur atje, mirë po e huq Dardan Kapiti, Hunter për mrekulli, tenton për 3 pikë, nuk realizon Shakuan Gjuls, vonë dhe Qereku i tretë mbyllet me 68-39 e përsin më të lartë deri tash prej plus 29, edhe në këtë qerek pra dominim absolut 25-10, vetëm 10 pikë të realizuara të Borës, 39 pikë pas 30 minutave loj, një mbrojtje granite jashtëzakonshme e Trepçës, e cila pra ka arritur që ta imponoj në plotni lojën e vetë, pra fillimisht ta mbyll mirë koshin dhe të dominoj në mbrojtje dhe pas kërcimeve në mbrojtje me kundërsulme të shpejta, ose ka përfundu me pikë të leta, ose nga aksionet gjysmë të organizuara e kanë kthyer topin jashtë për 3 pikë, sidomos i mirë në këtë lojë ka qenë Sean Jonesi me Hasbrookun dhe Viningun, pastaj edhe loja pick and roll me Sean Jonesin dhe Amzilin, ka kriju hapësirë të jashtëzakonshme, topat e kthyer në brendi, sidomos në pjesën e parë të Mustafa Amzili dhe të Sean Jonesi, e kanë krijuar atë përparsin, pastaj edhe inkuadrimi i Gjakuri Penit dhe Drilon Hajrizit, ata me përvojën e tyre kontribuan, secili me nga një treshe, e kështu Adis Beqiragiqi, lirish mund të themi se me mjeshtri sonte e ka apliku lojën dhe lojtarët e tij, më i mirin në parket, i duan edhe 2 kërcime për double-double sonte. Më i miri Mustafa Amzil me 17 pikë 8 kërcime, ka 2 asistime. Asnjë top i humbur. Në anën tjetër Tyler Cheese me 14 pikë. Po një efikasitet jashtëzakonisht i ulët për treshe, nga 20 tentime vetëm 4-3 pikësha i ka realizu Bora dhe është fillon qereku i 4, 68 me 39. Vining në brendi atje, Dardan Kapiti edhe një herë e huq nën kosh. E godet atje Lance Thomasin. Si duket ka gjakderdhje.
Pra është faulli thjesht, e rishikuan referi kryesor Momini dhe ndihmësi i tij Shala se Dardan Kapiti gjatë tentimit për me e dëbu topin nga duart e Lens Tomasit, pa hiri e ka godit në fytyrë. Pra s'ka të bëj me qëllim për të lënduar në vend të Tomasit, të lënduar të cilit po i tregohet atje ndihma mjekësore. Pas asaj goditje në lojë është Shaquan Jules Cheese. Mbrojtje jashtëzakonshme e Tmushicit, megjithatë Cheese arrin që të shkutet e në anën tjetër nga këndi realizon 3 pikë. Ranukaj 68 me 42. Winning i shmangët presingu të Hanterit. Mustafa Amzili nuk gjuan për 3 pikë. E pason atje të Tmushici, lëvizje bukur mashtruese Hasbrukut, shpejt lëviz topi. Mikael Tmushici ja kthen Winningut, çfarë aksioni i bukur. Winning nuk realizon, më i larti në kërcim Ranukaj. 3 pikë të Ronit, i cili ka dhe 4 kërcime. Do të kthehet në lojë tani Thomas, e vjedh këtë top Tmushici, Amzili, situatë 3-2, Hasbruku ndalet, kthehet mbrojtja komplet. Winning në kënd atje pret blokun e Dardanit. I thot Dardani largohu atje, luaj 1-1. E bën këtë mbi Jetmir Zeqirin. Dardani tentoi që ta shpëton këtë top në thellësi. Ufa! Nuk e arrin këtë top Jetmir Zeqiri. Thomas rikthehet në lojë, Jules. E pak minuta dhe për Gencin Zeqirin. Me një Zeqir po del, Zeqiri tjetër futet në lojë, Jetmir Zeqiri largohet. Totalisht i paknaqur me kontributin e tij. Gen Zeqiri është i biri i të ndjerit Riza Grick Zeqirit, një basketbolist veteran i cili ndroi jetë fatkeqësisht para disa viteve si pasojë infarktit. Foul. Mustafa Amzili. Kërkojnë tentim për 3 pikë. Nëse ishte foul për 3 pikë apo jo. Tentim për 3 pikë. Mustafa Amzili ishte akti gjuajtjes në kosh. Do të kemi zëvendësim. Amzil largohet, edhe Tmushici largohet në lojë. Rikthehen Jackery Payne dhe Trilon Hajrizi. Mbetet Amzili me ato 17 pike, 8 kërcime. Ka mbetur edhe 8 minuta e 8 sekonda lojë, 68 me 43. Me 44. Dhe shënon edhe herën e tretë një seri prej 6-0 e Borës, treshe e Ronit Ukajt, edhe tani 3 gjuajtjet e lira të Tyler Cheese. Shtatë piki ka dhe Tyler Cheese, sikurse Mustafa Amzili. Dy koshërshënuesit më efikas të dyja skuadrat nga 17, Amzili të Trepça dhe Cheese të Bora. Time out kërkon Adis Beqiragiqi. Dominujm i ploti Trepçës. Shihni pas kësaj serie prej 6-0 nga 29, sa ishte maksimumi i avantazhit të Mitrovicasve. Ka rënë 23.
Në anën tjetër, këto qaste është duke u zhvilluar edhe dueli tjetër gjysmë final mes të Bashkimit dhe Sigal Prishtinës në Seza i Suroj. Skuadrat shkuan në pushim me avantazhin e Sigal Prishtinës 32-39 plus 7 pike përsi, mirë, po aktualisht është Bashkimi ai i cili minusin prej 7 pikëve e ka shndruar në plus 7, 70-63, kur ka mbetur edhe 4 minuta lojë në Seza i Suroj. Një qerek i tretë fantastik i Prizrenazve, 27-13, i cili edhe e shndroi minus 7 në plus 7, momentalisht 11-11. Një lojë ngushtë dhe një gjysmë finale, rivalët e vjetër, pra po luftojnë për një vend në finalin e si vjetme. Bashkimi në 4 edicionet e fundit ka qenë 2 herë në finale, 2022 dhe 2025, të 2 herë është mposhtur nga Trepça, pra Trepça kupën e parë në këtë seri prej 4 kupave rresht dhe të fundit e ka fituar kundër Bashkimit. Atje Thomas lufton, mirë, po Hasbrook në vend, i vëmendshëm, Payne, apo luan tani me treshen, Winning, Hasbrook dhe Payne. Adis Beqiragiqi e sheh atje Winningun, treshja e fundorve dhe bombardojnë për 3 pikë, 71-45, Akili Winning. Bombardon edhe një herë. Pikët e para interesant është për Akili Winningun, pas 5 tresheve të huqura, edhe kërcimi dytë i tij. 5 herë huqi për 3 pikë Akili Winningu, kësaj radhe realizoi, mirë po i ka 6 asistime dhe tani Kenny Hasbrook me treshen e tij të tretë. 74-45, me 2 treshe të një pasnjëshme për më pak se 1 minut. E anullojnë atë serin e Borës në start, me 3 pikë të Ron Ukajt. Ja, kjo, dhe ato 3 gjuajtjet e lira të Tyler Cheese, i cili asistoi për Ron Ukajn, e më pas Akili Winning bombardon e pas ti, pas 14 sekundave, edhe Kenny Hasbrook të dytë bombardojnë për brenda 40 sekundave, 2 treshe në këtë qerek, 6-6, rikthehet 29 pike përsi, e përsi e lartë gati, e pa arritshme edhe për ndeshjen e dytë. Vështirë është nëse mbetet kështu që Bora të bëjt diçka më tepër edhe në ndeshjen e kthimit, sa i përket kalimit në finale, dhe Trepça është në rrugë, ka bërë një hap të madh drejt rrugës për në finalen e 5 tresht. Thash 100% efikasitet i Trepçës, 100% sukses në 4 finalet e fundit. 2022 në Pej, në edicionin e Kupës së Kosovës, i cili u quajt Agim Luka, në shenjë të Jerit, kontribuesit të madh dhe njërit prej themeluesve të KBP-s. Trepça mposhti Bashkimin 76-62, pastaj 2 vite rresht në Rahovec dhe në Gjakov, 2023 dhe 24-ën, Trepça mposhti, në fakt unë ndesh dhe mposhti Sigal Prishtinën 74-66, dhe sidomos në Gjakov ka qenë dramatike 71-69, dhe edicionin e kaluar përsëri Bashkimin 85 me 79. Thomas ndalet në mënyrë të palejuar nga Drilon Hajrizi. 74 me 47, është kjo hera e tretë sonte që shifrat janë të kthyer mbrapsht. Kësaj radhe 7-4, 4-7. Më pak se 6 minuta loj. Anën tjetër në Prizren, plus 11 për Bashkimin, 74 me 63. Më pak se 3 minuta loj atje, dhe faul është ky i
Gjakuri Peni të rikthyrit nga lëndimi. Shaquan Jules do t'i ketë 2 quajtje të lira. Do të thënë se kemi një, edhe me këtë ndeshje është disfate e 2-3 pas vllaznimit sonte. Bora Epson edhe disfatën e 2 me radhë. Shikuar në përgjithësi, me të vërtet Bora ka pasur një janar të jashtëzakonshëm. 6 fitore. Shaquan Jules tenton atje që të ngulit në mënyrë atraktive, por ndalët çfarë fluturimi Shaquan Julesit, më ka që nuk hyri kjo. Me të vërtet ke fluturimi bukur i tij, u ndal në mënyrë të palejuar nga Drilon Hajrizi. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira Jules, por Jules sonte nuk ka qenë bashkë dhe efikas. I ka huq 3 gjuajtje të lira, po 6-3. E ka pasur probleme ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. Tani publiku mundohet që ta dekoncentroj, por nuk ja arrin kësaj radhe. 74 me 48. Edhe 5 minuta 35 sekonda loj deri në fund. Realizon edhe herën e dytë për të zbut disavantazhin në 25, kur ka mbetë edhe 5 minuta e gjysmë loj deri në fund të çerek finales, të gjysmë finales së parë mes të Trepçës dhe Borës. Tash javën e ardhshme, të mërkurën e ardhshme në 1 tetori është revanshi. Hasbrook bombardon edhe me një treshe. Kenny Hasbrook, është kjo treshja e 4 e tij nga 8 tentime, 16 pikë të Hasbrookut. Zeqiri tenton, nuk realizon. Jules Almia vjedh atje Qiz, kundërson Jones atje shpejt për Hasbrookun. Sa radhe nuk realizon, por nuk kupton atje ndeshën Thomas dhe Jules. Dhe topi përfundon te Drilon Hajrizi. Qyshtojnë kur 2 veta luftojnë, i treti fiton, ishte ky Drilon Hajrizi, faulli Ron Unkajt. Për Ronin është kjo personalja e tretë. 77 me 49. Rezultati, Kenny largohet, Mushiqi rikthehet në loj, 16 pikë, 4 asistime. Ka Kenny Hasbrook, i afrohet Mustafa Hamzillit, i cili ka 17 pikë, 8 kërcime. Tani Payne për Mushiqin, Driloni me Ronin, vazhdimisht janë ndeshur sonte. Rinia dhe përvoja. Vjet më i vjetër është Drilon Hajrizi. Mushiqi atje ka presion nga Ron Ukaj. Po shohim një shenjë jete. Çfarë shënimi në mes të 2 kullave të Borës, Gjusit dhe Tomasit. Depërton dhe realizon për 79 me 49. Drilon Hajrizi e përsia më e lartë prej 30 pikëve. Përgjigjet me njëherë në anën tjetër Thomas për 79 me 51. Në anën tjetër një shkëputje e lartë në rezultat për sëri e bashkimit, 78 me 65. Tentim dhe realizon treshen Akili Winning. 82 me 51, 31 pike përsi është e përsia më e lartë e Trepçës, e cila
Sipas mendimit tim, thënë realisht shikuar forcën e ekipeve, lojën, formën, lirish mund të themi se në mas të madhe 80% e ka garantuar finalen fituesja e 4 fisht arresht e Kupës së Kosovës Trepça. Vështirë se Bora mund të anulloj këte minus të madhe dhe në ndeshjen e dytë. Basketbolli është basketbol, por e vërtet me këte form, këte përbërje të Trepçës, sidomos me rikthimin e Gjakuri Penit, ka një treshe të jashtëzakonshme. Gjakuri Pen, Sek Henry sonte ishte i lënduar, edhe Batën Tuna, i cili shpërtheu me Mustafa Amzilin në këte janar. Pra treshja Akili Vining, Sek Tura, po Sek Henry dhe Gjakuri Pen, të ndihmuar po ashtu nga Mikaele Tmushiqi, janë të jashtëzakonshëm. Pastaj përvoja e Drilon Hajrizit dhe Sean Jonesit, gjatësia e Dardan Kapitit dhe Mustafa Amzilit, vërtet aktualisht pra ka ardhur aty ku ka dashur skuadra e Trepçës në fillim të kampionatit, përkundër faktit se sonte po ju mungojnë Tuna dhe Henry, po e shihni rezultatin 31 pikë dallim. Ufa, qëfar kërcimi, qëfar ngulitja atje me të majtën, i jashtëzakonshëm, energjik atje, e shfryen mlefin e ti për këte lojë jo të mirë. Shaquan Jules, Majtaku, aksion fenomenal, ngulitje monstruoze ti për 82-53. Drilo, ufa, sa bukur drilo faul është kë i Tomasit. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Drilonin. Përvoja bën vetën i ngriti në hava atje. Do të kthehet përsëri në lojë Genzeqiri ri. Vend Aron Ukajt. Edhe 3 minuta lojë. Nëse realizon gjuajtjen e lirë, në lojë do të futet Mustafa Amzili në vend të Drilonit. Po, 83 me 53, nuk ka nevoj që të luan më tepër. Duar trokitje për Drilon Hajrizin, i cili e kreu punën e ti për mrekulli. 11 pikë të Drilonit, 10 më falni, 10 pikë të Drilonit. Nuk ka nevoj që të luan më tepër, e kursen i duhet për vazhdimin e kampionatit, plus 30 për Trepçën. Topi hyn e del, Hunter e huq, Vining për Jonesin, i cili e këthente të Tmushiqi, lëvizje bukur mashtruese. Vining i vetmuar mbetet atje, tenton, nuk realizon. Jules, më i larti në kërcim atje. Zeqiri, për mrekulli, depërton derën në fund e realizon pikët e para. 83 me 55. Ukaj do të rikthehet në loj. Payne, pick and roll kërkon nga Mustafa Amzili që të futet atje. Rikthehen lojtarët njëri në tjetrin. Lance Thomas e mbyll mirë atje Amzilin, e pa si u kthyen në mbrojtje dhe vepruan Hunter dhe shpejt lëviz topi. Thomas e ndërprejnë për një qast Amzili. Thomas depërton për Kurtajn, tentimi i Olsit edhe njëherë nuk shënon dhe faul është ky i Sean Jonesit ndaj Julesit. Do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Atje deri sa po përgatitet i gjuan gjuajtje të lira. I thyrë dy djelmoshat e rinj, Kashqellani edhe Genzeqirin edhe Olsi Kurtajn, dhe
I sugjeron se çka të bëjnë. 83-56. 83-57. Edhe 1 minutë e 40 sekonda deri në fund. Ron Ukaj në vend të Shekuan Gjullësit. 81-65, 16 pike përsi për Bashkimin kur kanë mbetur dhe 5 sekonda lojë. Do është edhe kryer kjo ndeshje, duke përcjellur nga UEFA zyrtare e Federatës Amzili realizon për 85-57, falni. Dhe atje Lance Thomas në brendi, e zgut pak disavantazhin në 27 asistimi Ron Ukajt, dhe tani inkuadron djelmoshat Erin Planën dhe Lebovcin. Ka pranuar goditje në fytyrë Olsi Kurtaj. E komplet peshja me lojtar vendor nga Zoran Kashqellani, 52 sekondat e fundit, i shfrytëzon për t'i inkuadruar në lojë. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Kurtaj pati 3 tentime për 3 pike, apo e shihni atje në anën e djathtë të fytyrës në Molz. Ka një të ajur aty në sy, kjo do t'i nxihet. Ishte një goditje atje pa qëllim, por Akulli do t'a bëj të vetën. 85-61. 24 pik dallim, të 2 gjuajtjet e lira i realizoi Olsi Kurtaj. E tani një fazë ndërpritet, nuk e di nëse është ndërprer edhe transmetimi. Një fazë në palestër është ndërprer. Të shohim, duhet të rikthehet edhe semafori. Time out i detyruar, kemi një problem me rrymë elektrike në palestër. 85-61 është rezultati aktual. Dërsa ndeshja në Sezai Suroi, rezultati është 83-67 për Bashkimin. 16 pik plus për Portokallin para ndeshjes së kthimit, të cilën do ta zhvillojnë javën e ardhshme në Prishtinë. Pra të mërkurën e ardhshme do t'i kemi 2 ndeshje njëkohësisht në kryeqytet, në Pallatin e Sporteve dhe të Rinisë. Prishtina e pret Bashkimin, ndërsa Bora në 1 tetori, ku do të jemi së bashku, e pret Trepçën. Deporton deri në fund dhe realizon Gjakori Payne për 87-61. Genc Zeqiri shkon deri në fund. Tenton për 3 pik. Dhe me tabel realizon Genc Zeqiri i ri për 87-64. Gjakori Payne tenton për 3 pik, nuk përgjigjet, dhe 1 sekond deri në fund. 87-64,
fitore e Trepqës përshëndetën Kashqellan dhe Adis Beqiragiqi. 83-67 ka përfunduar ndeshja në Prizren, ndërsa këtu 87-64. Rrugës basketbollit shumë shpejt do të jemi me trajnerët e dyja skuadrave.